Një marrëveshje gjithëpërfshirëse ekonomike u nënshkrua të mërkurën midis Shteteve të Bashkuara dhe Ukrainës, duke krijuar një fond për të investuar në rindërtimin e vendit, të shkatruar nga lufta që nga pushtimi rus 3 vite më parë dhe duke u dhënë amerikanëve qasje në burimet natyrore të Ukrainës. Sekretari thesarit të SBA Scott Bessent e përshëndeti marrëveshjen si një marrëveshje historike për partneritet ekonomik. Një version i mëparshëm i këtij teksti supozoi të ishte nënshkruar gjatë vizitës së presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky në shtëpinë e Bardhë në fund të shkurtit, por grindja e tij e paprecedent me homologun e tij amerikan para kamerave, por shpejtoi largimin e tij dhe anuloi nënshkrimin e marrëveshjes. Pas negociatave të vështira, ky dokument u transformua në një version më të pranueshëm për Kievin, sipas zyrtarëve ukrainas. Kjo është vërtet një marrëveshje ndërkombëtare e bukur dhe e drejtë midis qeverive amerikane dhe ukrainase, tha kryeministri i Ukrainës Denis Shmyhal në televizionin kombëtar përpara se të njoftojë nënshkrimi. Ja çfarë arriti ose jo, Kievi, Ukraina mbetet pronare e nën tokës së saj. Ende pak të njohura disa muaj më parë, metalet e rralla të Ukrainës janë bërë fokusi i diskutimeve diplomatike midis dy vendeve. Donald Trump kërkoi të ishte në gjendje të shfrytëzonte ato për të shpaguar Washingtonin për ndihmën amerikane të dhënë Ukrainës që nga pushtimi rus, duke kërkuar ekuivalentin e $500 miliardë në metale të rralla. Fillimisht Volodymyr Zelensky e kishte refuzuar një marrëveshje të tillë, duke thënë se 10 breza ukrainasish do duhej të paguanin. Gjatë negociatave, presidenti i Ukrainës e kishte nuancuar qëndrimin e tij dhe kishte vendosur disa kushte. Marrëveshja e nënshkruar të mërkurën do të financojë projekte të nxjerrjes së mineraleve, naftës dhe gazit, shpjegoi ministrja ukrainase e ekonomisë Yulia Sviridenko në rrjetet e saj sociale. Por Ukraina ruan pronësinë dhe kontrollin e plotë të këtyre burimeve përfshirë nën tokën dhe do të jetë shteti i Ukrainës që përcakton se ku dhe çfarë do të nxirret, siguroi ministrja, e cila udhtoi për në Washington për të nënshkruar tekstin. Sasia e pasurisë minerale që përmbahet në Ukrainë mbetet e paqartë, me shumicën e këtyre burimeve të pashfrytzuara, të vështira për të nxjerrë ose de facto nën kontrollin rus, pasi ato ndodhen në territore të pushtuara nga ushtria ruse. Teksti gjithashtu krijon një fond investimi për të investuar në rindërtimin e Ukrainës. Ky fond do të financohet dhe menaxhohet në mënyrë të barabartë nga Ukraina si dhe amerikanët. Kjo ishte një tjetër pikë kyçe në negociatat e gjata midis dy vendeve, ndryshe nga sa kishte shpresuar Donald Trump, i cili fillimisht i kërkoi Ukrainës të shlyente ndihmën e ofruar nga Washingtoni, duke shfrytzuar burimet e saj natyrore. Marrëveshja nuk përmban asnjë përmendje të detyrimeve të borxhit të Ukrainës ndaj Shteteve të Bashkuara. Kjo marrëveshje një ndihmën e rëndësishme financiare dhe materiale që populli amerikan i ka ofruar mbrojtjes së Ukrainës që nga pushtimi në shkallë të plotë i Rusisë, theksoi sekretari i thesarit të SBA Scott Bessent në Fox News. Asnjë pengesë për antarësimin në BE. Sipas ministres së ekonomisë ukrainase Yulia Sviridenko, marrëveshja është në përputhje me kushtetutën ukrainase dhe fushatën e Ukrainës për të bashkuar me Bashkimin Evropian. Një element kyç i pozicionit negociues të Ukrainës, dokumenti është në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe nuk bie ndesh me asnjë detyrim ndërkombëtar të Ukrainës, shkroi ajo në X. Asnjë garanci sigurie për Volodymyr Zelensky. Një nga kushtet kryesore për të dhënë aleatëve akses në burimet e tij ishte të merrte garanci sigurie, një mekanizëm politiko-ushtarak për të penguar Rusin nga çdo pushtim i ri, pas një marrëveshjeje të mundshme për ndërprerjen e armiqësive. Por teksti i nënshkruar të mërkurën nuk duket se përfshin ndonjë garanci sigurie amerikane kundër Rusisë, i referohet vetëm pavarësisë së Ukrainës. Kjo marrëveshje i dërgon një mesazh të qartë Rusisë. Administrata Trump është e përkushtuar ndaj një procesi paqeje të përqendruar në një Ukrainë të lirë, sovrane dhe të begat për një kohë të gjatë, shkroi sekretari i thesarit Scott Bessent në një deklaratë. Sipas Le Parisien, në fund të shkurtit Donald Trump deklaroi se prania e punëtorëve amerikanë në tokën ukrainase për shfrytëzimin e mineraleve do të siguronte siguri automatike.